Greqia është renditur e treta në partnerët kryesor tregtar të Shqipërisë për 4 mujorin e vitit 2025. Sipas tregueseve të publikuar nga Instituti i Statistikave, vëllimi i përgjithshëm i tregtisë së jashtme në këtë vend përbën 7.4% të totalit, duke shënuar një rritje prej 9.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, një tregues pozitiv për intensifikimin e marrëdhënieve ekonomike midis dy vendeve. Eksportet shqiptare drejt Greqisë arritën në 8.5 miliardë lekë, ku një pjesë e konsiderueshme përbëhet nga tekstilet dhe këpucët, që kapin vlerën e 3 miliardë lekëve, duke treguar rëndësinë e këtij sektori në tregtinë me vendin fqinj. Gjithashtu eksportet e materialeve ndërtimore dhe mineraleve, lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike, me vlerë përkatësisht 229 milionë dhe 1 miliardë lekë, theksojnë diversifikimin e produkteve shqiptare që hynë në tregun grek. Nga ana tjetër, importet nga Greqia janë dukshëm më të larta, duke arritur në 23.3 miliardë lekë, me peshën kryesore të ushqimeve, pijeve dhe duhanit që arrin në 6.4 miliardë lekë. Importet e mineraleve dhe lëndëve djegëse si dhe të produkteve kimike dhe plastikës janë gjithashtu të konsiderueshme, duke reflektuar nevojat e industrisë dhe konsumit në Shqipëri.